Besimtarët e krishterë në Shkodër kanë kremtuar këtë shtunë fesën e Zojës së Këshillit të Mirë, e njohur gjithashtu si Zoja e Shkodrës, pajtoria e Shqipërisë. Meshën e Bazilikën e Zojës së Këshillit të Mirë kushtuar pajtorës së Shqipërisë ullosh nga i peshvint. Mesha përkonte me ceremoninë e varrimit të Papa Franceskut. Sot kjo meshë përkon në të njëjtën orë edhe me funeralin e Papa Franceskut që po zhvillohet në këto momente në Rom. E bashkë me gjithë kishën, edhe ne jemi të bashkuar në lutje për shpirtin e papës, në lutje për kishën. E këtu du të përshëndes edhe të ngarkumin me punë të Selisë së Shenjtë dhe të shprehë atij ngushëllimit e krejt kishës tonë, Monsignor Jonucit, i cili është këtu me ne, e të shprehëm afërsinë tonë për vdekjen e Papa Franceskut. Ai është përfaqësuesi i papës këtu në Shqipëri. Papa Francesku na mësoi që ta kërkojmë të kemi kujdes dhe të shërbejmë Krishtit ndër më të varfrit dhe të mënjanuarit, të duam për mas, të ecim së bashku si vëllezër. Ai na kujtoi se kisha është si një spital fushor që shëron plaget e burrave dhe grave, të kohës son isht një atë i afert, një bari i mirë, një mik i të vegjëlve dhe i të varfërve. E deshi shumë Shqipërinë dhe me vizitën dhe fjalët e tij, na inkurajoi që ta jetojmë fëne me guzim, më përvujtëri dhe mbi të gjitha me gëzim, Evangeli Gaudium. Mesha u drejtua nga i peshvi Sapës, i cili u ndal tek rëndësia familjes dhe mesazhet që la Papa Francesku. Po shohim se bota sot me derisa në një anë, po përparon në shumë çka, nga ana tjetër e ka humbur dhe vazhdon të humb disa pasuri dhe vlera të mëdha, si për shembull familja, martesa, ndërrimi prindërve të moshuar. Shtrohet një pyetje, ku po shkon bota sotme në këtë mënyrë? Sot kemi më shumë nevojë se sa kurrë për energji shpirtërore, për energji vëllazërore mes njëri tjetrit, për shumë dashuri ndaj Zotit dhe ndaj njëri tjetrit. Duhet vetëm ta dëgjojmë dhe të bashkëpunojmë dhe të jetojmë me Zotin çdo ditë në jetën tonë. Nuk mundem që të mos flas përsëri dhe të mos e lëshoj zërin fuqishëm në thirrjen e Zotit tonë Jezu Krishtit, të Papës Franceskut, të ndjerë, që thoshte gjithmonë, ta duam dhe ta respektojmë njëri tjetrin, të pajtohemi me Zotin dhe të pajtohemi me njëri tjetrin. Ky për mu ka qenë testamenti më i bukur i bariut të kishës son. Të duam dhe ta respektojmë njëri tjetrin. Jeta në inat, në urrëtie, në dëshirë hakmarrje nuk na afron, por na largon çdo ditë prej Zotit dhe prej njëri tjetrit. Papa Francesku, ti erdhe me zemër në Shkodër, por edhe me vepra gjalla, sepse ti shëjtnove nanën Tereze, atë nanë që e ka shkel këtë vend saj sa herë e ashtë lut para kësaj zoje. Ti lumnove 40 martirët e kishës katolike që derdhen gjakun për Krishtin dhe që e deshin me gjithë zemër me krejt qenin e vetë, zojen e këshillit mirë. Nërsa sot, krejt populli shqiptar ashtë me zemër në Rom.